New York, 1984. Një qytet i mbështjell në frikë. Krimi kishte përfshirë rrugët. Njerëzit ndiheshin të pafuqishëm. Është në këtë shungëll urbane që regjisori Michael Winner solli në ekran një thriller hakmarrjeje që tronditi kombin. Charles Bronson luan protagonistin, Paul Kersey, një arkitekt liberal që jeton një jetë të mirë me gruan dhe vajzën e tij. Bota e Kersey shkatërohet pas një vjedhjeje brutale në shtëpinë e tij. Gruaja e tij, Joanna, vritet. Vajza e tij, Carol, dhunohet brutalisht. Policia, e mbingarkuar nga valla e krimit, ofron pak shpresë për drejtësi. I konsumuar nga dhimbja dhe zemërimi, Kersey pëson një transformim të tmerrshëm. Gjykatari i natës është një histori hakmarrjeje. Është një film që kap shqetësimin e kohës, duke prekur frikën e thellë të dhunës urbane. Realizmi i ashpër i filmit dhe përshkrimi i tij i drejt për drejt i dhunës shokuan publikun. Ai ndezi një debat kombëtar mbi krimin, drejtësinë dhe kufitë e ligjit. Skena e vjedhjes në shtëpi është pika e kthesës së filmit. Është brutale dhe shqetësuese dhe ndryshon përgjithmonë jetën e Kersey. Ai është një njeri i ndryshuar, i persekutuar nga trauma e asaj nate. Një udhëtim pune e çon atë në Tucson, Arizona, ku merr dhuratën një pistoletë. Kjo ngjarje në dukje e pafajshme bëhet katalizatori i transformimit të tij në gjykatës. I kthyer në New York, Kersey bëhet shënjestër e kriminalëve. Takimi i tij i parë me një grabritës të mundshëm zgjon diçka primitive brenda tij. Ai reagon duke përdorur armën e tij të re. Ndjesia e mbijetesës, shija e hakmarrjes e konsumojnë atë. Ndërsa Kersey vazhdon kryqëzatën e tij të hakmarrjes, veprimet e tij bëhen gjithnjë e më të guximshme. Ai endet rrugëve natën, një hije kërcënuese, duke zbatuar drejtësinë e tij. Policia, e udhëhequr nga inspektori pragmatik Frank Ochoa, heton një seri vrasjesh nga dora e një gjykatësi. Ochoa dyshon tek Kersey, por vuan për të mbledhur prova konkrete. Dalja e gjykatësit të natës shkaktoi një tërmet. Kritika ishte e përqarë. Disa lavdëruan energjinë e papërpunuar të filmit dhe interpretimin shketësues të Bronson. Të tjerë e dënuan atë si një mbështetje të rrezikshme për vigjilencën. Dhuna pa kompromis dhe vizioni i zymtë i botës së filmit ndezën një debat mbi moralin, drejtësinë dhe rolin e forcave të rendit. Pavarësisht polemikave, gjykatësi i natës u bë një sukses. Publiku, veçanërisht ata që jetonin në qytete të mbërthyera nga frika, u identifikuan me situatën e Kersey. Ata brohoritën veprimet e tij, duke parë tek ai një simbol të zemërimit të drejtë në një botë që dukej se kishte çmendur. Suksesi i filmit krijoi 4 vazhdime, secila prej të cilave përforcoi dhunën dhe konsolidoi statusin e Bronson si yll i filmave aksion. Gjykatësi i natës mbetet një fenomen kulturor, një film që vazhdon të ngjall diskutime dhe debate. Ndikimi i tij është i dukshëm në filma dhe programe televizive të panumërta që eksplorojnë temat e vigjilencës dhe degradimit urban. Ndikimi i filmit në karrierën e Charles Bronson ishte i jashtëzakonshëm, duke cimentuar imazhin e tij si hero stoik i klasës punëtore. Në 2001, regjisori Eli Roth drejtoi një ribërje të gjykatësit të natës me Bruce Willis. Megjithse ribërja u përpoq të përditësonte historinë për një publik modern, ajo dështoi të kapte energjinë e papërpunuar dhe anktin shoqëror që e bën origjinalin kaq tërheqës. Gjykatësi i natës i vitit 1924 mbetet një produkt i kohës së tij, një portret i zymtë dhe shqetësues i një qyteti në prag të greminës.